Të shumë këtu në këtë sferë ne kishim dje, sidomos një situatë tepër të re, e cila na brengos që të gjithëve. Na brengos jo për atë që ata ditën në fakt, pa ata gjithmonë e kanë pas këtë lloj loje të mos ta them të pist, për të mos ofenduar telespektatorët tanë. Po në fakt, gjithë kjo lojë ka qenë mbrapsht, e cila ditë shkilet ligji me të dy këmbët nga vetë ato, dhe të shkilet çdo parim i cili respekton ligjin në këtë rrafsh, kjo tregon një gjë, rëndësinë dhe peshën që ato i ka plu një frikë për forcën dhe fuqinë që ne kemi treguar në teren edhe në mërgat. Sido që tjetë, e gjithë kjo nuk do na zbraps, po na motivon akoma më shumë, do më motivoj akoma më shumë edhe mërgatën. Në thamë, dy rryma pozit dhe opozit Maqedone në një luftë të tmerrshme vinë në një situatë që të dalin të 24 dhjetorit apo incidente, jo vetëm 24-shin, janë të shumta. Vinë në një situatë pas një deklarimi të bojkotit masovik të palës opozitës, vinë në Kërshov të unifikojnë forcat e tyre. Kjo është një mesazh dhe një porosi për të gjithë ne, për të mobilizuar çdo damar të fundit, qoftë lokal apo edhe i mërgatës, të vinë dhe t'japim, mos them grushtin e fundit dhe përfundimtar, të bindim edhe palën tjetër që e vërteta është në anën e Zotit dhe ne jemi rreshtuar pas Zotit. Dhe unë besoj që vërtet jemi të zgjedhurit e Zotit sot këto zgjedhje. Do të thotë që popullata shqiptare përbën diku rreth 56%, pra sipas regjistrimit të fundit. A do thotë kjo se ne mund të fitojmë edhe përbërjen e re të Këshillit Komunal të Kërçovës? Po tash është pak diskutabile me lëvizjet e fundit që bën partitë politike maqedonase. Shtron dilemën që përmendni zotni Ademi, që ne të sforcohemi dhe të mund të angazhohemi të nxjerrim maksimumin për kësaj situate. Ne në shumë rastin në këtë situatë që dalim me listat përbashkëta, patëm disa takime me Bashkimin Demokratik për Integrim, nuk arritëm marrëveshje. Ndoshta në hamendi pak se maqedonesit do të dalin me listat veçanta, se LSDM-ja nuk do të dalë në zgjedhje. Dhe faktikisht një farforme shpirtngushtësia partijake e la këtë situatë që ne jemi me listat veçanta. Personalisht e kishte përkrah idenë, që ka qenë edhe ide mirë se ardhe, mirë se pritur, që ne të kemi listë përbashkët për këshilltar, dhe kësaj radhe shqiptarët votonin me vullnet të dinin votime, si në rast feste, që ne mund bindshëm faktisht ta fitojmë që në rrethin e parë kryetarit edhe listat për këshilltar. Fatkeqësisht ajo nuk u arrit, tash mbetet faktikisht ne të bëjmë maksimumin që ta kompenzojmë këtë që humbim. Zoti Asmir, cili është mendimi juaj rreth kësaj çështje? Si ceka dhe pares ne kemi qenë gatshëm për çdo bisedim. Më 31 janar bashkë i qumë kandidatët e vend votimit me Bashkimin Demokratik. Bëm një listë të përbashkët sa më të fortë të jenë edhe shqiptarët, si dhe antarë, si dhe komisioni të ihtë. Marrëveshje për listë të përbashkët nuk ka pas, mes PD-s dhe BD-s. Nuk ka pas, në qoftë se kishte të ishte puna ndryshe. Një listë të përbashkët të ishte edhe më të fortë. Sigurisht, tani në mbetet të ndërlidhesha vetëm pak sa u përket punës së listave. Unë nuk doja të diskutojmë këtë punën e listave, me që për momenti shqiptarët paraqiten me 3 lista. Dhe tani ndodhemi para një akti të kryer. Ndodhemi para një akti të kryer. Kjo, me fajin tonë, me pranimin apo mos pranimin e subjekteve politike. Ne në fakt jemi këtu në këtë panel për të bërë thirrje popullatës për të dalë në votime. Ne sigurisht si subjekti më me pesh në këto, duke mos minjanuar absolutisht as forcat e vogla politike të cilat veprojnë në këtë nënqiell të Kërçovës,
duke respektuar sigurisht subjektin e RDK-s, po edhe të PDFSH-s, sa do në numër qofshin ata. Ne jemi urvatur disa herë për të bërë bisedime për këtë punë dhe për të hyrë në këto zgjedhje me listë të përbashkët. Tentativa bisedimësh sigurisht që ka pas edhe me palën e PDSH-s, ne jemi takuar disa herë me zotin Hamit. Kështu që kjo kadishmëri nuk është mirëprit, sido që tjetë. Situata për ne, qofshim ne të përgatitur apo qofshim pa përgatitur. Ndoshta rrethana do ishin më ndryshe sikur t'ishte ndryshe. Sido që tjetë, unë besoj që forca absolute e këtyre zgjedhjeve është e popullit. Populli do japi verdiktin e fundit. Dhe ne qofshim, bëj apel të gjithë, të harrojmë mërit, të harrojmë kapriçot, të harrojmë inatet. Ne, si asnjëherë më parë, duhet të veprojmë bashkë për t'i dëshmuar palës tjetër që uniteti mes shqiptarëve këtu nuk ka munguar dhe nuk do munguar asnjëherë. Unë para së gjithë nuk desha tani këtu në këtë emision televiziv të gjejmë fajtorës një marrëveshjes. Në qoftë se mundet një demand të vogël, zot Mjate, në qoftë se kishte bisedime për listë të përbashkët mes BDI-s dhe PDSH-s, të garantoj se PDSH-ja do të pranonte. Nuk kam pas. Edhe përfaqësuesi i BDI-s, Sedin Abazi, dul me deklaratë se tha ka. Bëm një demand e televizioni Kura. Nderuar Smiri, ju më duket se në kuadër të subjektit tuaj jeni shumë pak i informuar. Jo, unë jam shumë informuar. Edhe kështu që dushte më mirë. Jo, jam shumë informuar për asnjë. Sido që tjetë. Jo, pavarësisht po jam shumë informuar për ata punës si kanë qarkullu, se nuk ka pas bisedime. Çdo ku kishte bisedime, BDI-ja ku na kanë thënë neve ne kemi shku. Për çdo gjë, kemi qenë të gatshëm. Tani unë nuk po bisedime mes nuk do të doja që këtë debat televiziv ata shëndrojmë në akuza të ndërsjella në mes sepse bëhet fjalë aq më shumë kur kemi i pasqyrë në anën tjetër. Unë megjithatë do të doja tani të themi disa fjalë edhe rreth shqetësimeve të popullatës, rreth disa shqetësimeve që na ndodhen para një muaji dhe lidhur me listat e votimit. Listat e votimit të cilat thuhet se janë mbushur me Maqedonas të sjell nga jashtë, pra si nga Brendia, po ashtu edhe nga Shqipëria. Sa mund të jetë kjo shifër e cila folet se janë sjell Maqedonas trup votues të përfshirë në listat e votimit këto në Kosovë? Për hir qoftë edhe të kohës, për hir edhe të jo lodhjes dhe stërlodhjes së madhe të spektatorëve që ndjekin këtë emision. Sigurisht që është një numër shqetësues për të gjithë ne, po jo edhe aq shqetësues i cili do mund të bënte një pesh. Sigurisht që pala tjetër është përpjekur duke pasur gjitha mekanizmat institucionale për të gjetë forma nga më të ndryshmet për të rritë numrin e palës maqedone. Sa do që të orvatet të rrisi këtë numër, unë mendoj që nuk do mund t'ja dali, vetëm do krijoj telashe qoftë planeve të tjera, dhe kjo është pasojë e cila neve na shqetëson çfarë do ndodhi më pas zgjedhjeve. Si punëve të mbrojtshme ka pasur një inspektim këtu në stacionin policor të Kosovës. Janë marrë masa sigurisht për këtë punë, sido që tjetë grupi analitik i Bashkimit Demokratik për Integrim është në përpilim të këtyre shifrave dhe numrave, po unë do doja të informoj qytetarët shqiptarë qofshin brenda dhe jashtë vendit, nuk ka absolutisht asnjë vend për në shqetësim. Do të thonë nuk bëhet fjalë për numra. Sigurisht që ata janë normal që ky numër të rritet shumë, po duke që me këto parandalesa që ne u përpoqem të bëjmë, jo u përpoqem të bëjmë, këto parregullsi i parandalojmë në fakt, unë besoj që ky numër ngeli një numër shumë i vogël. Recep, si vlerësoni ju këtë tentativë, do të thotë për të ndryshuar numrat këtu në Kosovë? Po shife, kjo fol edhe një herë se pala maqedonase gjithmonë ka tentuar të ne thonë me hile. Qoftë me regjistrimin e personave në 2 apo 3 vende, qoftë sjellje e personave nga jashtë Maqedonisë, qoftë sjellje e personave nga komuna tjera në Kosovë. Është punu një kohë që
të rritet numri i Macedonasve të ngërçohë, që të mund ata të fitojnë kryetarin dhe këshillin. Po tash angazhimit të cilin e morën faktikisht zëvendës ministri i punëve të brendshme, stopoi sadokudo ato tentativa dhe mendoj që është një numër konsiderueshëm, po jo numri i cili do të ndikonte maksimum me ne. Po duhet faktikisht përfaqësuesit tanë, çka i kemi në qeveri, qoftë Ministrinë e Punëve të Brendshme, qoftë Ministrinë e Drejtësisë, të kenë kujdes në këto drejtime. Ato janë të gatshëm të bëjnë gjithçka. Qoftë me falsifikime, qoftë me sjellje të njerëzve, qoftë me shkelje të ligjeve. Kjo e fundit është më drastike, çka bën ato me listat. Shkelje më drastike të ligjit s'ka. Ku mund të listat verifikume ti tërheqish dhe të parashtrosh listë tjetër. Kjo veç mashini mund ndodh në asnjë vend tjetër demokratik evropian që ka një sistem demokratik. Nuk mund ndodh. Janë veprime tinzare të cilat megjithatë ndodhen. Por fat të keq Kërçovën nuk është hera e parë që ka përpjekjesh të sjelljesh së popullatës votuesve kështu me radhë. Janë historikisht ndërtesat e oficerëve, të vllehve kështu me radhë. Dhe kështu është qoftë edhe populluar ky vend, duke shkelur absolutisht të drejtën dijitoze të shqiptarëve të vendit. Dhe të obligojnë të marrësh Evropën apo Amerikën për të mos me qenë këtu. Dhe sot, kur kjo e drejt vje për të realizuar, akoma përpjekjet e tyre të vazhdueshme, të një periudhë të ikur dhe të shkuar, mendojnë që do veprojnë prapë ashtu. Unë besoj që ja kanë dalë huq që thot populli. Mendoni se shqiptarët do t'ja rrinë qëllimit kësaj radhe? Shqiptarët e meritojnë t'ja dalin mban kësaj radhe. Unë që të treve do t'ju kisha lutur tani për një apel të përgjithshëm drejtuar elektoratit shqiptar, popullatës shqiptare, pse jo edhe mërgatës, të cilët na ndjekin përmes platformave televizive në shtetet e Evropës dhe të Amerikës, duke filluar nga ju, zotë. Lusë, posaçërisht gurbeçarët, sa masovik të vinë të votojnë për kandidatin shqiptar, për zotin Fatmir Deani, që Kërçova të jetë e shqiptarëve. Zoti. Po gjithsesi, edhe ne jemi bashkangjitë dhe bashkangjitemi dhe apelojmë që shqiptarët kësaj radhe të dalin masovikisht, mërgata jonë, diaspora të vinë, të votojnë kandidatin shqiptar, dhe njëkohësisht, me që se jemi përfaqësuesi Rilinës Demokratike Kombëtare, apeloje që antarësi simpatizantëve që të votojnë listën e këshilltarëve të LDP-s, e cila është me numër 1. Zotë Etim. Më lejoni në emër të sakrificës, në emër të historisë, në emër të kaluarës, në emër të gjyshërve, baballarëve, në emër të gjithë atij gjakun të shekujt të derdhur, për amanetin e të parëve tanë, dhe për të mirën e ndritur të gjeneratave që vinë pas. Do bëj një apel të deri te të gjithë ata që po na ndjekin. Kërçova ka qenë me gjithat sakrificë e jona, edhe le të ngelet e jona për gjithmonë dhe gëzofshin dhe jetofshin gjenerata që vinë. Ja pra, këti urimi i bashkangjitimit të gjithë ne, me shpresën se më 24 mars ne do të dalim fitimtar, pra do të fitojë kandidati shqiptar zoti Fatmir Deani. Më mbetet që t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision debativ dhe t'ju uroj suksese. Ju falenderoj shumë. Pra, të rishkues të respektuar, në këtë emision debativ patëm të ftuar në studio 3 përfaqësuesit e 3 partive tona politike, përfaqësuesit e shtabeve zgjedhore të BDI-s, RDK-s dhe PDSH-s. Unë ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe ju ftoj të na ndiqni përsëri pas jave në të njëjtën kohë. Natën e mirë dhe mirupafshim.